Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e tretë dhe sot kam nderin dhe kënaqësinë të kem në studio rikthehet pas pak kohësh mungesë dhe nuk e kemi parë as në shtypin e shkruar kohët e fundit, sepse ka qenë duke punuar për një material shumë interesant. Fillimisht prezantojmë publicistin, autorin, gazetarin sportiv zotin Movil Zajmi. Zoti Zajmi, faleminderit për ftesën, mirëmëngjes juve dhe të rishikuesve tuaj. Faleminderit. Sot nuk e ardhur vetëm, na ka ardhur me një botim të ri. Shumë interesant, një zhanër i cili shumë pak është aplikuar për sportistët shqiptar. Kemi Sulejman Demollarin, që tashmë është dhe libër, një zhanër i veçantë, siç e thash, tani herë e parë që unë personalisht shoh, ju më thatë që keni ka edhe të tjerë libra për sportistë, po për një futbollist të madh të periudhës fillimit tranzicionit demokracisë në Shqipëri. Tani si u lindi ideja? Ç'ne një libër me këtë zhanër? Ju keni shkruar? Mos e vërtet. Ideja një farë mënyrë është e lidhur me një lloj vlerësimi, me një lloj nostalgjie pari, vlerësimi dhe dëshira për të sjellë në publikun shqiptar, pra në lexuesit edhe personalitetet të sportit shqiptar. Duke qenë që ky lloj mekanizmi, kjo lloj strukture mungon, është shumë e pakët, shumë pak flitet për ka libra për sportistët shqiptar flas, jo futbollist, pra mund kemi një numër të reduktuar në 2-3 sportistë për cilët janë shkruar të bërë libra. Ishte një nxitje për mua për të rikthyer për lexuesit një personalitet siç është Sulejman Demollari. Duhet të thënë që nuk ishte lehtë për ta zgjedhur Demollarin për ta transformuar në libër karrierën, historinë e tij, sepse kemi edhe figura mjaft të rëndësishme të tjera, të cilët meritojnë të gjithë të jenë pjesë e kësaj e bibliotekës sportive të shqiptare sportive, pra, që siç tha dhe ju, është një mungesë e theksuar, pra që mungojnë këto lloj libra me jetën e sportistave, po kështu dhe të artistave, një farë mënyre. Krejt ndryshe nga bota që një farë mënyre i kanë zhanri i kësaj natyre shumë i gjerë, i gjen libra, histori, ngjarje për gjithçka. Dhe që duhet të thënë, kanë qenë pjesë e rëndësishme të paktën deri para viteve 90, për cilat unë referohem dhe që ka mangësi informacioni, emra, personalitete, sportar që shumë pak i njihen nga lexuesit, aq më tepër në ditët e sotme. Kështu që e konsideroj një detyrim për gjithë ne, se kushdo që ka mundësinë për të shkruar nuk gabon, përkundërzi është një vlerë e madhe jo vetëm për bibliotekën sportive, por edhe për historinë, për të ditur jetën, karrierat të sportistëve të cilët me vlerë absolute në vendin tonë, por pas viteve 90 edhe jashtë. Pra, kështu që kjo ishte një nxitje dhe është një personazh gjykoj i goditur, i gjetur, sepse sa futbollist i madh, aq edhe popullor, njeri i edukuar, i sjellshëm në parametra që e kanë dashur gjithë. Demollari ka qenë një figurë shumë e rëndësishme për gjithë ne. Unë kam patur fatin që përveç se ta njoh, por edhe ta arbitroj fushën e lojës, kështu që kjo më ndihmon, më jep një ndihmë ose më rikthen, më jep edhe në kujtesë më sjell lojtarë të cilët ka mundur t'i prek, t'i jetoj, sepse bëhet fjalë për një futbollist të madh në fushë, po të madh në jetë. Si e keni strukturuar si libër, zoti Zajmi? Librin fillimisht mendova ta nis një 250 faqe. Sepse për të mos e lodhur shumë lexuesin në leximin por dita ditës dhe me informacionin që merja e pa që ishte e pamundur. E pamundur që jeta, karriera e tij të ishte një reduktim të tillë për një mas faqesh 250. Pra dhe avash me çfarë shtoja ditës, libri arriti një shifër deri në 450 faqe dhe që kur e mbylla e kisha të pamundur që nëse do të reduktoja të hiqja diçka, nuk mund të hiqja asgjë sepse gjithçka që kisha shkruar qëndron me jetën e tij. Ajo është ndarë në disa fazat karrierës, por dhe tjetës, pra karriera sportive dhe jeta personale, jeta private, jeta ajo me familjen, por që jam i befasuar. Prandaj them që edhe kushdo që mund të merret me një sportist, sado i madh ose në nivele mesatare, është një lloj befasie. Bëhet fjalë për vitet deri para viteve 90, ku shumë pak gjëra njihen, shumë pak detaje njihen për futbollistët, jeta sportive dhe ajo familjare. Dhe ky personazh më ka befasuar, nuk e kam ditur se çfarë detaj kur duke mbledhur materialin, se çfarë karriere ka dhe jeta e tij. Pra kështu që kam qenë
me kënaqësi absolute, mendova dhe vendosa që asnjë detaj mos heq nga libri, qëndroi gjithçka dhe ajo është ndarë në karrierën e tij në fillim të karrierës, pra një karrierë nisur krejtësisht në një shkollë 8 vjeçare në Tiranë, pra rastësia e zbuluar, madje libri ka dhe një shkrim të Robert Papës, që është në Amerikë, dhe që thotë që shumë pretendojnë që kanë zbuluar demollarin, por realisht askush asnjë nga trajnerët mos ta mbajë që e ka zbuluar. Është zbuluar krejtësisht. Lojtari i 20 vjetorit, i shkollës 20 vjetorit që i takonte Tiranës, 17 nëntorit, që mbuloi nga 17 nëntori, i zbuluar dhe i marrë nga Dinamo. Pra për treguar edhe që në ato fillime askush nuk jep rëndësi, vetëm një trajner i shkollës, një lojtar, njerëzit afër shtëpisë tij që e nxitën pra trajnerit i thanë, "Hajde shikoni se është një lojtar i talentuar." Pastaj hap masapi shumë shpejt, u gjin lojtari i Dinamos në formacionin me Dinamon e madhe, ka luajtur me Dinamon e viteve 78-80 kur nuk mund ta mendoje dot. Unë që kam jetuar ishte e pamundur të futesh në formacion me Zërin, me Përnaskën, me Ballgjinin, me Andrea Markon, Ilir Luarasin, por ishte e pamundur. Ky ka qenë lojtar sa është parë nga Samir Daudi, është aktivizuar me njëherë. Pastaj karriera shpejt në përfaqësuesen e kombëtare me kapiteni i kombëtarës së 17-18 vjeçarëve dhe në 83-shin lojtar titullar kur ka qenë 19 vjeç në Belfast me ekipin përfaqësuar si aktivizuar nga shoqëri Reali. Pastaj karriera e tij e pandalshme. Nuk ka qenë lehtë për ta materiali, sepse si thash është ndarë në disa faza. Kam një kapitull janë të gjitha ndeshjet e këtij me Dinamon, pothuajse të gjitha ndeshjet, lojtari derbi, 3 gole të shënuar në derbi. Kishte një emër para se ti kthej jashtë demollari? Jo, nuk mund ta them, sepse në atë fazë, në atë periudhë, në vitet 80, futbolli shqiptar kishte 3-4 skuadra shumë të mira, me lojtar autoritar, potent, Partizani, Vllaznia, Tirana, po kështu dhe Dinamo, cikli Dinamo, si ishte në kulmin e tij, si thash me treshën e famshme. Dhe ky lojtar, por që në momentet e parë që u pa, u konstatua që kemi të bëjmë me një futbollist talentuar. Ashtu i ime si që ishte, por një futbollist i talentuar dhe askush nuk ka gabuar, pra me aktivizimin e tij shumë shpejt në të gjitha fazat. Dhe është një lojtar që në moshë të re i ka kapur të gjitha fazat. Pastaj, pas viteve 90, 3-4 vitet e tij në Rumani, është një tjetër kapitull. Po si pikasi, domethënë ju e keni dokumentuar, pas zbuluar shumë detaje. Sigurisht, është një tjetër kapitull i tij. Nëse këtu flasim për një karrierë në Shqipëri, ku janë specialistët pra e shqiptar, Dinamo, stafet që e zbuluan, aty ka qenë krejtë rastësia, por nuhatja e trajnerëve kolos, e specialistëve që kanë një nuhatje, një intuit për të kuptuar se sa vlerë ka një lojtar, që ne i kishim këtu. Ka qenë Lucescu, Mircea Lucescu, i cili vdiq para ca kohësh, kur erdhi puna në vitet 90, i thanë që nëse preferon një lojtar për të marrë, tha duhet vetëm lojtar nga Shqipëria. Ngelën, kush është ky? Dinamo, nga lojtari i Demollari, tha, nga Dinamo. Sepse Dinamo Tiranës me Dinamo në Bukureshtit kishin luajtur 2 vite më parë. Dhe ky e kishte parë, por në ato vite nuk lejohej transferimin, 88-ën, si më thonë, dhe që ky, dhe krejtësisht një inxhinier, gjuhë rumanisht folës, i student rumani, vjen dhe i thot Demollarit pas një ndeshje qershor, Demollari me çantën krah duke shkuar në shtëpi, i thet Demo, i thot, kjo është destino, fati, të kërkon Lucescu. Demollari duke shkuar në shtëpi, biseda jo, vio, nuk e besoj, dhe përfundimisht niset një nisje në libër është shumë kuriozitet, pra dhe makina ju prish rrugës, jemi në vitet 90 deri në Rinës. Pastaj atje është një karrierë, shpreha famshme e Lucescut, Demo i thot si nuk ishte 3 vjet më i ri. Lojtar protagonist, në ndeshjen e parë, në derbin e parë, në vitin e parë, është një ngjarje lidhur me këtë futbollist dhe unë mund të them sepse edhe jam marr, kam studiuar, jam angazhuar, është konsideruar i huaj më i mirë i gjithë kohërave që ka luajtur në Rumani. Ne nuk i dim, janë detajet se në tyre, pra ju dha dhe mundësia se shkoi dhe 27-28 vjeç, por i vlerësuar në mënyrë absolute, kampion me Dinamon e Bukureshtit, edhe sot, sepse janë kuriozitete që t'i ofron libri, edhe sot po të shkosh në Rumani, më ka dhënë rasti të shkoj atje, nëse bëhet fjalë që nga je, ose piloti që me avionin që merr shqiptarët, pra e them kuptim figurativ, piloti është i pari që të pyet që ore njeh një Demollari, edhe pse ai ka qenë 7-8 vjeç në ato vite, sepse ka shumë të huaj personalitetet politikës që vinë në Shqipëri
dhe takon me presidentin e Republikës dhe para se gjitha që i thënë që është një demollari këtu, sepse kanë qenë 10 vjeç në ato vite, tash janë të rritur dhe akoma kanë atë lloj ndjesie, atë lloj nostalgjie, vlerësimi për demollarin. Është një fakt absolut. Unë që e kam provuar, e kam parë, e kam djerë, se çfarë vlerë ka ky futbollist, se si vlerësojnë futbollistët atje. Ti është lojtari më i huaj, më i mirë në Rumani, ku kanë luajtur shumë futbollistë huaj, është një vlerësim jashtëzakonisht i madh. Mu më emocionon ky fakt se si stash para e kam djerë kur kam qenë në Rumani dhe që nuk e beson se çfarë edhe shitja e dyqanit. Më thatë një episod ishte shumë interesant. Edhe shitja e dyqanit, kur i thash unë jam shqiptar, më tha i dyqanit stadiumit. Po. Mas 30 vjetësh në llogarit, më tha që njeh një demollari, po i thash që kam shumë mik, më nxori nga dyqani një nga banaku, një çakmak me stemën ulkonjën e klubit, simbolin, te do të japësh ta nga filane, më tha dhe emrin dhe që ja solla. Kështu që edhe nga demollari kam dhe një kravatë shumë të bukur që e kam sepse është një njerëz shumë i edukuar, i sjellshëm dhe edhe atje kjo është gjurma që i ka lënë pra. Kështu që kam kënaqësinë. Pastaj kam pjesa tjetër, një pjesë e rëndësishme është edhe jeta atij familjare, ku ka lindur jeta me bashortën në Rumani, fëmia parë, fëmia dytë, transferimi në Greqi. Demollari ka qenë dhe shumë nxitës, mbështetës për lojtarët shqiptarë që kanë luajtur në Rumani dhe ka qenë një ndër lojtarët e preferuar nga Panathinaikosi, por që nuk e merrte, nuk e lëshonte presidenti Janulu i Dinamos Bukureshtit, ka ofertat për atë kanë qenë të jashtëzakonshme, por ai nuk e lejonte të transferohej dhe që kudo që shkonte luante i thonin të gjithë që shiko, në Itali kanë dashur ta marrin, pra kur shkoi luajti për Kupën e UEFA-s, të gjithë ishin të interesuar për ta marrë. Kështu që është edhe ajo pjesë e rëndësishme, pjesa familjare, se nuk është vetëm futbollist, por demollari bën pjesë edhe është edhe një familjar shumë i jashtëzakonshëm. Edhe sot i tillë është pra kujdeset për fëmijët, për familjen, shumë familjar. Jo, se futbollistët në përgjithësi nuk janë shumë të lidhur me familjen dhe jeta e tyre është pothuajse disi e ndarë, aktivitete sportive, angazhimet sportive, impenjimet, ndërkohë që ai edhe këtë pjesë. Pastaj ka pjesën me përfaqësuesen, ka lojtari i kësaj skuadre me një numër të papar, flasim për kohë ndeshjesh, me golin e jashtëzakonshëm shënuar në Wembley. Pra pavarësisht se ai nuk u quajt, është një nga golat më të bukur që është realizuar në atë stadium, sa dhe edhe sot e kësaj dite kur demollari i bën kontakti të shkojë në Angli, pra fakti kur ishte trajner me profesorën shkoi, pyetja e parë që i bën ishte që demollari ty të kanë mohuar një gol në Wembley. Në pjesën e pasme të kopertinës keni është një nga golat më spektakolar që është padrejtisht i anulluar. Në shkrim është edhe se si me ambasadorin tonë Agim Fagu, se ishte 2 lojtarë të mëdhej kur ky shkoi në Angli si trajner me kimër përfaqësues ditët bashkë me Agim Fagun e me ra. Pra, është një libër ku edhe gjykoj, edhe fillimi i librit është me dy opinione që japin vajza edhe gruaja prekse, sepse nuk është e lehtë ti jesh vajze, nuk është e lehtë, por edhe është krenari ti jesh vajze një sportistit një orë me famë, edhe gruaja, se si një grua mund të kaloj, pra si e tregon gruaja, ç'ishte demollari, njeri i dashur, burri dhe sportisti për të. Sepse lexojmë sot të dëgjojmë jetën e sportistave, nuk është e lehtë për një familje. Kështu që është një libër që ta ofron me një ndër futbollistët, siç thash, një futbollist, por edhe një njerëz shumë i veçantë për historinë e futbollit shqiptar. Në këtë rast futbollistë, por në Shqipëri ne kemi sportista që meritojnë të shkruajnë libra dhe që vonohet, madje unë është vonuar, madje unë edhe me sportistat që flas që i kam pothuajse shumë miq, i bëj një lloj kritike, sepse duhet dim një diçka, që libri demollarit është ideuar në dy drejtime. Një drejtim ka rrëfimin tim, dhe pjesa tjetër është edhe kujtimet e demollarit. Pra, nëse unë i kujtoj ngjarjen në Angli, ky tregon momentin se si shënoi golin, tregon momentin golin në derbin e Rumanisë, është lojtari që ka luajtur 3 derbi, shqiptar, rumun dhe në Greqi. Se si ishte derbi grek, ky edhe e konkretizon. Panionës. Panionës, po bravo, Panionës ishte kundër Panathinaikos, takimet dhe kështu që për treguar që është një lojtar shumë dimensional në tilla raporte sportive.
pastaj thash edhe karriera si trajner i ekipit përfaqësues, jo e gjatë e shkurtër, por që kudo që shkon, Demollari ka një lloj edhe në Shqipëri. Vazhdon të jetë njeri shumë i dëshuruar, i respektuar, dhe që, siç e thash, unë kam pat fatin të edhe ta arbitroj. Por i bëj një kritik shumë modeste, ja bëj kritik dhe nxitje miqve, shokëve, sportistave me famë që kemi, me cilët është e lidhur nostalgjia, jeta jonë, një shkuar në stadium për brezin tim ka qenë shumë e rëndësishme. Unë mendoj kam arbitër, se si mund të arbitroj unë Demollarin. E shkum janë Pallat Sportit, jeta jonë, jeta e Tiranës ka qenë shumë e lidhur, jo vetëm sport, por edhe pas sportit, takimi, qëndrimi me sportistët. Dhe sot një ndër vrejtje që kam për sportistët dhe që i nxis, i them që uluni ta shkruani, sepse për të rikthyer nëse libri në këtë rast është bërë nga unë dhe Demollari rrëfyes i ngjarjeve, episodeve, sportistët shumë mirë mund bëjnë ta tregojnë jetën e tyre sepse me detaje, sepse ato e kanë jetuar nga afër. Pra mundet që të ketë një bashkëpunim me një autor, por janë jetën e Agim Fagut përveç se ti, edhe pse unë ja njoh shumë mirë, por ai përveç se ti detajin kur dilte nga shtëpia, siç e tregon Demollari, që merrja nga çantën, kur vija nga ndeshja, kush e priste në shtëpi, e zinte gjumi i lodhur, mendoni një 17-18 vjeçar të vish nga një ndeshje e Qemër Stafës, goli i parë që ka shënuar që nuk e besonte, ka 18 vjeç, pra ngjarje, dhe se si e përjetonte në shtëpi kur vinte që nuk e zinte gjumi, u zgjonte në 2 natës, kujtonte të nesërmen në shkollë, pra janë ngjarje të cilat janë me të vërtet sa nostalgjike, aq edhe historike, dhe që libra që mbeten, sepse kështu i ka bërë bota sot. Filmimet në Shqipëri dhe mungojnë, por ka qenë kapiteni i ekipit tonë përfaqësues, kapiteni i Dinamos, pra një karrierë. Ju, zoti Zajmi, këtu me sa po shoh keni përshkruar edhe me episode, pra edhe me ndeshje, episode shumë interesante sepse ke futur edhe formacionet e të gjitha ekipeve, në kronologji, në ndeshjet që ka luajtur Demollari. Jo vetëm Demollari dhe Dinamo, por edhe ekipet kundërshtare, sepse në libër mbesin edhe i vjen mirë. Kjo që nga jashtëzakonshme. Është edhe një mjet informues, kur përveç Dinamos, pra lojtarët Dinamos, kush kanë qenë futbollistët atyre viteve 80-90, skuadrat, pjesëmarrësit, arbitrat. Ndeshja me Greqinë në 85-ën. Po. Dhe formacionet e 2 ekipeve. Mirë e Shqipërisë, ja hajde mund të kesh akses po edhe të Greqisë e ke gjetur? E di çfarë nivelesh ka patur në ato vite, po shluajt me Belgjikën e Shifos, unë që jam marrë, kam shkruar se i kam përjetuar ato sfida. Pa di ç'do të thotë. Ajo çka qenë ose ndeshja edhe orën, ora 14. Me Polonin. Ajo me Polonin këtu, për cilën e kemi biseduar, pra janë ngjarje, pastaj ajo anglisë është e jashtëzakonshme se si të shkosh nga Tirana e të gjendesh në Wembley. Jo një ëndër, më shumë se sa një ëndër. Pra edhe e përshkruan shumë bukur këtu. Absolutisht. Wembley hesht. Është Wembley hesht. Dhe kështu ka qenë dhe po ta dëgjosh tekstin speakeri dhe speakeri ka shtangur. Nuk e kanë besuar që si mund të anullohet ai gol. Pra edhe jo se do të fitonte ndeshja, por një gol me vlerë, dhe unë e kam konsideruar në 10 golat më të bukur të futbollit shqiptar, të bukur e me vlerë, unë e kam vendosur këtë gol të parin, edhe pse nuk është konsideruar e tillë. Mos harrojmë dhe një gjë në libër, kanë vlerë dhe shumë fotografit, nuk ka qenë punë e lehtë në grumbullimin jo vetëm të materialeve, por edhe i materialeve informues, po dhe të fotografive, sepse e shoqërojnë çdo kapitull, çdo detaj ti shoqërohet edhe me fotografi. Jashtëzakonshme. Kështu që është një libër gjykoj me vlerë për lexuesit dhe informues edhe për historinë e bibliotekën e sportit shqiptar që është e varfër, duhet të thënë. Platinia i proletariatit. Është një gazetar spanjoll, edhe ai më ka befasuar. Ka bërë një shkrim që e kemi origjinalin, e kemi pra, e ka konsideruar Platinia e proletariatit, dhe po të lexosh shkrimin nuk e beson se çfarë detaj shep ai. E njeh më mirë se sa ne. Dhe këto janë shkrime që janë bërë para 10 vjetësh, domethënë ato kanë shkruar më pasi ky e kishte lënë futbollin. Ky ka shkuar në Itali dhe me Grosson, Fabio Grosson, trajnerin e Sassuolo sot. Ka qenë lojtar në ekipit përfaqësues, kampion bote. Në 2000 kanë qenë një skuadër. Dhe ai i thotë që ti e njohur sepse pronari i një dyqani ishte rumun, sponsor, dhe kishte vu fotografinë e Dinamos Bukureshti në dyqanin e tij dhe në qytetin ku ky ishte, pra në afër Peskarës, në një qytet
fotografia e Dinamos Bukureshtit ishte në dyqani sepse sponsori i dyqanit, ai financuesi ishte rumun. Dhe njihe edhe Rumani dhe kur shkon aty i tha Groza po di e njohur dhe këtu. Pra kudo që detajet të bukura të tjetës tip. Edhe kjo në Shqipëri është e jashtëzakonshme. 10 vitet e tij në futbollin shqiptar është kapiteni i ekipit parë përfaqësues 17 vjeçar. Finalist U17 është një ngjarje e madhe. Nëse ne kemi ekipin tonë përfaqësues që u kualifikua i parë për herë të parë në vitin 2016 finalet e një Europiani, ekipi 17 vjeçar është kualifikuar në 81-82 për herë të parë. Është një ngjarje e paparë dhe ky ka qenë kapiten. Ka luajtur me Van Bastenin kundër këtyre të asaj moshe ka qenë kundërshtar. Se si ato i dhurun kpucët dhe ky kpucët i kishte të mëdha nuk i mbante dot dhe ja solli Gonas Biut, lojtarit e ekipit përfaqësues dhe ja solli atij, pra një njeri dhe shumë dashamirës. Po të shikosh edhe në këtë lloj drejtimi, edhe sot është jashtëzakonisht i dashur, komunikues, Demollari, dhe në Rumani Dema i njohojnë. Aty ka dalë emri Dema. Kështu që një libër interesant dhe kush e ka njohur me siguri do të tërheq, libri të tërheq. Dhe ndarja, fragmentarizimi që ke bërë me episodet tjetës edhe me periudha historike më duket jashtëzakonshme dhe dokumentuar përveç dokumentimit historik edhe me imazhe, foto nga gazetat, foto të ndryshme nga Dinamo e Bukureshtit, të Demollarit dhe pash këtu edhe që ju po e preknit edhe në komunikimin që po bëjmë bashkë. Për përfaqësuesen, tani doja t'ju pyesja, në rast se nuk do të kishim këto vite të tranzicionit, do t'ishte një historik edhe më i mirë i Demollarit përfaqësuese? Sepse kemi pasur një periudhë vështirë. Shiko, unë në një farë mënyrë e ndaj pak sportin shqiptar në deri në 90-ën. Pas 90-ës raportet ndryshuan krejtësisht të gjitha drejtimet. Dhe fati shumë sportistëve, fati u dha të luanin jashtë, shumë sportistë po flasë, por para 90-ës, unë i referohem nga viteve 65, paktën deri në 90-ën, sporti shqiptar në të gjitha disiplinat ka pas sportistë niveleve jashtëzakonisht të larta, por që nuk mundën pra të luajnë t'kenë mundësinë të dalin jashtë, luajnë me ekipet tuaja, madje edhe ndeshjet me skuadrat e huaja ishin pothuajse të kufizuara. Mos harrojmë që Shqipëria nga vitet 73 deri në 80 nuk mori pjesë në asnjë turne europian botror, një mbyllje absolute e futbollit shqiptar. Në 80-ën u rihapën me ardhen e Mehdi Bushati në sportin, në krye të sportit, u rihapën rikthimi i ekipeve shqiptare, vitet humbura, 7-8 vjet vitet humbura, brez futbollistësh të djegur. Çfarë lojtar është me Pernaske, me Ballgjine, me Partizani e Vllaznia, të djegur. Kështu që e quaj pas viteve të 10 u rihapën, u rikthyen, por me vonesë. Konkurrimi në Europë ishte shumë i vështirë, bota kishte ecur përpara dhe prapë është konkuruar. Është luajtur me një lloj dëshire të papar, me ato mundësi që ishin, sepse mos harrojmë që jashtëti dilej për të blej 100 çakiz. Për të marrë një fanellë ishte gjë e madhe, për të marrë 5-6 gjëra e ke edhe në libër këtë, një për vete, një për gruan, një për maman, një për baban. Kurse bota këta lloj raportesh edhe kputucët u merrnin borxh, fanellat u merrnin borxh në farë mënyre. Pra, kështu që edhe prandaj dhe unë i vlerësoj këto sportistë. Janë ndeshur me botën në kushte as pak barabarta. Do vi shifën në Tiranë. Belgjika shifës me verkauteren e me lojtarë të papar, vendi tretë në botrorin, në Europiane botror, dhe ti të fitosh 2-0, këtu ka qenë jashtëzakonshme. Pra, e ndaj dhe e vlerësoj, absolutisht i vlerësoj, tashti po t'ishte hapur mundësia e transferimit lojtarëve, lëvizjes lirë, shumë futbollistë tanë do lunin në shtetit dhe me dinjitet lojtarë që me një potencial të madh teknik, fizik, pra kështu që ky lloj mekanizmi ka munguar. Keq të vjen sepse janë djegur futbollistë, por që nuk mund bëjt krahasime nëse Demollari do të ishte i pas viteve 90. Sigurisht kjo është edhe një nga ceremonitë e fundit. Po që u bë dhe kjo është një ngjarje e rëndësishme sepse janë brëndësitë bisedës kur e kanë lajmëruar, ato e bën një vlerësim çdo të lindje i sjellin një fanell, i sjellin një fletë falënderimi dhe ky ka qenë një vlerësim i jashtëzakonshëm. Ai është nisur shumë i emocionuar Demollari aty dhe realisht ashtu është. I kanë bërë një vlerësim që me të vërtetë unë edhe kam ndjekur momentet e intervistat e ajo, por që e vlerësojnë, dhe më vjen jashtëzakonisht mirë dhe përsëris që është lojtari huaj më i mirë që ka luajtur në Rumani.
kemi të bëjmë me një shtet, një vend që futbollin e kanë shumë primara, kanë nxjerr futbollistat në niveleve shumë të larta. Ky trajner, ky konsiderohet lojtari më i mirë i huaj që ka luajtur në Rumani. Shumë faleminderit u Vilzajmi, faleminderit nga ju. Librin ku mund ta gjejnë? Libri është në shitje, por kështu që Okej, mund ta gjejnë në rregull. Po, libri është mjaft interesant. Shumë faleminderit u Vilzajmi. Shpresoj shumë të kem sërish në studio për të rikthyer edhe një herë emocionet e shkuarës për episode të ndryshme. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit nga ju. Do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak.